ne i përgatisim gruan, pra vajzën, e rrisim me iden dhe përgjithsisht familjet që kanë edhe vajzë dhe djalë, me vajzat janë më të lidhura. Prindrit janë më emotiv me vajzat, duke thënë në një gjuhë popullore, qajnë hallet më shumë me vajzat se sa me djemt. Djali mbahet pak më shumë emocionalisht në distancë. Ose, ndoshta kjo është dhe pak ndikimi nënës në familje, sepse nënat kanë gjithmonë dobësi për djalin. Dhe mos lodhet djali, ka punë djali, mos ta shqetësojmë djalin. Në fakt, nuk duhet të jetë kështu, që të bëhet ky dallimi i rolit gjinor, pra midis vajzave dhe djemve, në një familje që i ka të dyja gjinit. Duhet normalisht të jepet kjo frym ose ky edukim moral që në vegjëli kur i kanë fëmijët. Nuk duhet të ketë absolutisht distancime, privilegje, prindrit janë aty të barabartë dhe fëmijët janë aty të barabartë,